Në kuadër të jubileut të 10 vjetorit të Festival Lulebor në Teatrin Migjenit të Shkodrës është rikthyer pas më shumë se 8 dekadash hapësira orkestre simfonike, një element që jep skenës frymëmarrje, thellësi dhe dimension të ri artistik. Drejtuesi artistik i festivalit Zef Çoba u shpreh se kjo hapësirë e veçantë jep skenës një energji të re, duke bërë përjetimin artistik më të plotë dhe më profesional. Në këtë edicion të Luleborës do të konkurrojnë 16 këngë, të cilat ruajnë identitetin e këngës shkodrane, por njëkohësisht synojnë përshtatjen me tregun muzikor bashkëkohor. Shifet edhe nga këtë pamje, ne kemi këtë vit përsëri mas renovimit të Teatrit Migjenit dhe Gropën, ku është vendosur orkestër, që krijon një hapësirë më të mundshme për me ndërtuar një spektakël të bukur, sepse lirohet edhe skena me teknologjinë moderne që është e pranishme edhe në këtë festival, për ta bërë sa më tërheqës e sa më atraktiv edhe këtë ngjarje të bukur artistike për Shkodrën. Ky festival sjell 16 këngë të reja që meritojnë shumë falënderim dhe respektet për bashkëpunëtorët dhe krijuesit që janë përgjigjur ftesës për me marrë pjesë në festival. Jam i bindur që publiku sa do të ketë kuriozitetin, do të ketë edhe diskutimet, pse jo, me ndihmë edhe të kompozitorët që ta ruajnë fizionominë e bukur që ka muzika në Shkodër, kënga shkodrane. Ky edicion jubile pritet të shënojë një moment kulmor për Teatrin Migjenit dhe për artistët shkodranë.